Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në Ballkan Update. Unë jam Habi Hoxha, ne do të jemi së bashku në vijim. Do të hapim atë se çfarë prodhoi sot seanca e Kuvendit Kosovës për votimin për sa i përket të mandatuarit të dytë nga radhët e vetëvendosjes Glau Konjufca. Ajo që pritej në fakt edhe u përkthye në rezultat, për Glau Konjufcën nuk ka vota, ndaj Kosova do duhet të shkojë përsëri në zgjedhje të reja të parakohshme. Pas të kalimit të gjitha afateve dhe futjen e vendit jo vetëm në ngërç politik, por edhe ekonomik, me 49 shkrime dorëzuara nga grupi parlamentar i vetëvendosjes, u thirr seanca jashtëzakonshme për miratimin e buxhetit vitit 2026 në Kosovë, e cila, siç pritej, dështoi. Gjithsesi, kjo tentativë shëmbulleu më shumë si një teatër absurd. Kjo sepse subjektet e tjera parlamentare, si PDK, LDK, AAK dhe NISMA, deklaruan paraprakisht se nuk do të marrin pjesë me argumentin se kjo seancë është thirrur pa agjendë, dakorcuar pa konsultim dhe pa respektim të rregullave parlamentare. Ne betejën politike do ta bëjmë në fushat zgjedhore, por mos t'i kushtoj shumë më shtrejt qytetarëve të Republikës. Se pa ato miratime humben fondet, po do humbet edhe një pjesë e ndërgjegjes tuaj që e keni për obligimin politik e qytetar që të miratojmë dhe të procedojmë tutje. Vetëvendosja kërkoi mbështetjen e të gjitha partive për votimin e 9 pikave të rendit të ditës, pasi argumentoi se ato nuk i takojnë asnjë partie apo qeverie dhe janë në interes të qytetarëve pa dallim, edhe pse janë të vetëdijshëm se fundi janë zgjedhjet e parakohshme. Kryeministri Kurti, të cilin unë e kam përballë këtu në rreshtin e parë, dhe ministrin e financave, po do me dalë këtu me propozu ligjin për buxhetin, edhe me shkunja 5 hapa dhe mu ule me votu si deputet për këtë ligj. Nuk mund ndodhë kjo. Nuk mund ndodhë kjo. Është absurde. Në rendite ishin disa pika si formimi i komisioneve parlamentare, shqyrtimi i parë i projekt ligjit për ndarjet buxhetore, miratimi i buxhetit për 3 komunat Kosovës, Prishtinë, Gjilan dhe Zubin Potok, çështja e financimit të radio-televizionit Kosovës dhe ratifikimi i disa marrëveshjeve ndërkombëtare. Mosmiratimi i buxhetit vën në vështirësi krahas afro 100.000 punësuarve në institucionet publike, edhe 210.000 pensionistë, mbi 16.000 përfitues të skemave sociale, 21.000 persona me aftësitë kufizuara, 37.000 veteran, e mbi 12.000 familje të dëshmorëve dhe invalidëve të punës. Në fund, vendosja e interesave politik të gjithë subjekteve partijake përpara qytetarëve është vetëm në dëm të këtyre të fundit. Materiali që sapo ndoqëm na tregoi se çfarë ndodhi në pjesën e parë të ditës në sallën e Kuvendit, ku tregohet qartë se vendi është shumë pranë kolapsit ekonomik me mosmiratimin e buxhetit. Po çfarë ndodh tani me gjithë aspektin politik, njihemi me materialin. Asnjë surprizë nga salla e Parlamentit Kosovës. Nuk ka vota për të mandatuarin e dytë nga radhët e vetëvendosjes Glau Konjufca dhe vendi tani do duhet shkojë përsëri në zgjedhje, kësaj here të parakohshme. Për Konjufcën, figurë e cila nga vetëvendosja konsiderohej si unifikuese, u ngritën 56 kartona pro, 53 kundër dhe 4 abstenime. Kush është kundër? Partitë e tjera politike kishin paralajmëruar një zhvillim të tillë, duke deklaruar paraprakisht se nuk do të kishte vota për këtë propozim të Albin Kurtit, i cili nga ana tjetër ja doli të fitoj kohë dhe të kaloj sfidën e zgjedhjeve lokale qetësisht. Për kreun e nismës Fatmir Lima e gjithë kjo situatë është një lojë që ngjan totalisht një kalkulimi elektoral dhe nuk ka as pak shqetësimin e kërkesave apo nevojave që ka vendi. Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Haradinaj tha se në zgjedhjet e reja vetëvendosja do të shkojë në opozitë. Ajo që më ka shqetësuar çdo herë, po ja bëni llogaridhani se tash po shkoni në opozitë, qeveria e re po vjen, ju siguroj që kemi me forcu rendin dhe ligjin veri edhe më shumë. Ndërsa kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, deklaroi se Kosova nën qeverisjen e Albin Kurtit nuk është udhëhequr nga arsyeja, por vetëm ka prodhuar kundërshtar. Du t'i drejtohem kësaj salle me një pamje shumë thjesht, por ironikisht e fatkeqësisht shumë, do me thonë se për realitetin politik tonin, atë të Don Kishotit, jo si figurë e letërsisë, po si një metaforë politike, sepse për fat keq, shteti ynë, shoqëria jonë, republika jonë, ka një kohë që po udhëhiqet jo nga arsyeja, por nga një realitet paralel, që është vetëm një njeri politik në vend, Albin Kurti. Kjo e mërkur ishte dita e fundit e afatit kushtetues për krimin e qeverisë.
radhasht për presidenten Osmani që të përcaktoj datën e zgjedhjeve të reja, që sipas kushtetutës duhet të mbahen 30 deri në 45 ditë nga dështimi për zgjedhjen ekzekutive të ri. Në ndritët e fundvitit dhe ndoshta me gjelin e detit në furr, qytetarët e Kosovës do të dalin sërish për të votuar. E teksa do duhet të shfrytëzonin ditët e fundvitit për të festuar, duke se qytetarët e Kosovës do duhet që gjatë kësaj periudhe festive të ushtrojnë dhe drejtën e tyre të votës për herë të katërt brenda këtij viti. Do të flasim për gjithë situatën politike në Kosovë, që tashmë është e qartë se cilin drejtim ka marrë. Kam në këtë komunikim të drejtë për drejtë zotin Haki Abazi, ish zëvendës kryeministër i Kosovës. Zotja Abazi, shumë faleminderit për kohën, mirë se erdhët në Ballkan Update. Mirë se ju gjej. Në fakt, nuk ishte surprizë, ishte paralajmëruar, të gjithë gjasat ishin që as i mandatori i dytë i lëvizjes vetëvendosje Glau Konjufca të mos i merrte votat. Gjithsesi, koha u shfrytëzua në dëm të qytetarëve të Kosovës. Tashmë vendi do duhet shkojë në zgjedhje. Çfarë ndodhi gjatë gjithë kësaj kohe? Mund të pajtohem, nuk ishte surprizë, ishte ditur që lëvizja vetëvendosje dhe të gjithë ata të cilët janë radhitur pas lëvizjes vetëvendosje e kanë pas të qartë që pa një dialog politik, pa një marrëveshje politike, nuk mund të mashtrojnë në dritë të ditës opozitën ose parti tjera politike për të votuar një kandidat i cili është një zëvendësim i përkohshëm i kurtit në opsionet politike. Këtu surpriza vetëm nëse mund ta quaj është dështimi plot i zonjës Osmani, presidentës e cila tani më është partijake, sepse edhe për të ka qenë ditur që po bën një shkelje të kushtetutës duke i dhënë një mandat të dytë lëvizjes vetëvendosje pa pas garancion as me marrëveshje politike e as në depozitim të nënshkrimeve duke humbur 15 ditë. Dhe kjo, realisht, nuk është e paqëllimshme, sepse duket qartë që ka një marrëveshje ndërmjet kurtit dhe Osmanit me garancione për njëri tjetrin, për interesa vetanake që të blihet sa më shumë kohë, duke humbur gati një vit në konsolidimin e institucioneve për të arritur objektivat politike që garantojnë në mendjen e tyre një vazhdimsi të pushtetit politik në Kosovë. Më vjen keq për një juriste si zonja Osmani, e cila ka rënë në lojën e interpretimit të kurtit për qëllime politike dhe ka bërë vazhdimsinë e sabotimit të konsolidimit dhe funksionimit demokratik të institucioneve të Kosovës, duke e sjellur Kosovën në buzë një krize institucionale dhe buxhetore tani më drejt zgjedhjeve të reja. Dhe në fakt, zonja Osmani është president e Republikës Kosovës, tani është detyra e saj, ajo e ka argumentuar disa herë, sigurisht që gjithë qasjet janë të mirëpritura, po e ka argumentuar se cili ka qenë qëndrimi i saj, edhe pse në fakt rezultati u pa. Unë do doja t'ju pyesja zotja Abazi drejt për drejt për mënyrën se si dalja i qytetarëve 4 herë brenda një viti në procese votimesh përballë kutive të votimit ndikon në gjithë imazhin e Kosovës si një demokraci e konsoliduar. Kosova ka kaluar jo pak sfida pas shpalljes së demokracisë, pas shpalljes ndjes pavarësisë u desh kohë dhe mund që tregonte që ishin shtet i konsoliduar. Në fakt, çfarë po tregon me gjithë këtë mungesë, po themi, të komunikimit politik mes palëve? Më lejo të them që qytetarët e Kosovës dinë ta kthejnë në festë edhe çështjen e zgjedhjeve. Unë uroj që të mos ketë më vonesa të qëllimshme dhe lojra të më tutjeshme me përcaktimet kushtetuese. Natyrisht është një kosto buxhetore në organizimin e këtyre zgjedhjeve. Sigurisht edhe lëndon besueshmërinë e qytetarëve në proceset politike dhe përfaqësuesit, por nuk mund të bëjmë kompromis me demokracinë dhe formën e shprehjes së vullnetit të qytetarëve dhe nuk duhet në asnjë moment që të vëmë në pikpyetje çështjen e organizimit të zgjedhjeve demokratike që sovrani të thot fjalën e fundit.
Natyrisht të gjithë ata që mendojnë me racionalitet politik për funksionimin e shtetit nuk do të donin ta shohin këtë proces dhe këtu përgjithësia është e qartë, nuk ka ekuivoke pavarësisht fjalimeve që mbahen nga ana e Kurtit, faji bie mbi të personalisht në lojrat që ka bërë për të arritur në pikën ku kemi arritur, sepse nuk ka arritur që të krijojë qeveri të i vetëm në kontrollin e plot për ta sabotuar funksionimin e shtetit. T'ju tregoj vetëm një sekuencë të sotshme që mendoj është shumë e rëndësishme. Sikur të kishte qëllim për të krijuar institucione, do të kishim një dialog të mirëfillt të iniciuar nga zoti Konjufta me parti tjera dhe pika e parë e rendit të ditës do duhet të ishte marrëveshja politike për një qeveri të re, qoftë edhe një qeveri tranzicioni i cili do ta sjellte Kosovën të demokratike dhe jo tentimi për të kaluar buxhet në mënyrë jo të lehtëshme, jo kushtetuese nga një qeveri e cila më nuk ka legitimitetin e qytetarëve. Këtë e pasqyron në mënyrë të drejtë për drejtë, jo fjala ime si ish zëvendës kryeministër e deputet, jo fjala analistëve, por edhe vendimi i instancave ndërkombëtare që refuzojnë ta takojnë Kurtin në zyrën e tij. Së fundmi ishte ministri i punëve të jashtme të Gjermanisë që rikonfirmoi qëndrimin e plot të shteteve të Bashkimit Evropian, që ai është vetëm një deputet dhe mund takohet në mjediset dhe hapësirat e Kuvendit të Republikës Kosovës dhe jo një përfaqësues legjitim si qeveritar në ekzekutivin e Kosovës. Do thotë, nëse duam të luajmë lojën politike me fjalë për manipulim e konsum elektoral, mund vazhdojmë të ndëgjojmë këto argumentime të kota bajate se dikush tjetër pas ka faj. Mungesa e vullnetit politik për një dialog të mirëfillt ka sjellur për më shumë se disa muaj në bllokatë totale institucionale, duke pritur që të vihet në një krizë financiare e buxhetore për ta lënduar, si themi, kredibilitetin e partive tjera. Po kjo është e pamundur sepse qytetarët e kanë kuptuar që këtu ka të bëjë me kalimin e afatit të presidentës, e cila do të bëhet akter politik bashkë me Kurtin për të mbledhur votat për një qeveri të ardhshme. Unë mendoj që qytetarët e kanë të qartë, e janë të vetëdijshëm që këtu ka të bëjë me një kapje të shtetit dhe tentim për lojra politike nuk ka të bëjë fare me interesin e qytetarëve. E dyta, që është shumë e rëndësishme, argumentimi i Kurtit dhe Ministrit Financave, se kinë po humb Kosova fonde të Bashkimit Evropian në ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Kjo është po ashtu një gënjeshtër e pastër, sepse Kosova është nën sanksione. Nuk mund kjo qeveri dhe çfarëdo lloj formacioni i njëjtë i qeverisë të bëj lëvrimin e fondeve të Bashkimit Evropian përderisa është nën sanksione. Edhe në kohën kur ka qenë në detyrë të plot, me legjitimitet nuk ka arritur që të lëvrojë këto fonde. Do thotë, tentimi që qytetarët friksohen apo të krijohet mjegull se se Kosova po humb financiarisht për shkak të mosvotimit të buxhetit, është vetëm zhargon elektoral dhe tensionim i më të tjeshëm i marrëdhënieve ndërpartijake dhe ndërinstitucionale në Kosovë. Zotja Abazi, unë këtu dua të qëndroj pikërisht tek argumenti që ju sollët. Gjatë gjithë kësaj kohe që nga nëntëshkurti është shfrytzuar koha në mënyrë më të mirë për të ngritur disa argumenta të cilat besoj unë me gjithë gjasat do të shërbejnë edhe si bazë për retorikën politike të fushatës që pritet mbahet për zgjedhjet e parakoshme. Tani sa gjasa ka që qytetarët e Kosovës të votojnë ndryshe, po themi nga nëntëshkurti, në gjithë këtë trysni dhe në gjithë këtë tentativë për manipulim ndoshta të opinionit publik. Tani, sigurisht do kemi një fushat të ngushtë në aspektin kohor. Unë uroj që Kurti dhe zonja Osmani të reflektojnë mbi diskursin gjuhën e përdorur, që të flitet për opsionet e daljes nga kjo krizë e madhe që është shkaktuar, ose të bartin përgjegjësinë për një fragmentim të këtij thellimi të mëtutjeshëm të krizës. Ju mund të keni të drejtë që kriza mund të thellohet edhe më tuetje, sepse kemi të bëjmë me një diskurs politik përçarës dhe mungesë totale të vullnetit politik për të arritur tek zgjidhjet.
Tani, sikur vota qytetare nuk mund të vëhet në diskutim. Kushtetuta e Republikës Kosovës nuk mund të vendoset në diskutim. Zgjedhjet e lira duhet të nxjerrin rezultatet. Pas këtij momenti, mendoj që do kemi një fotografi dhe rezultate krejt tjera, një që u pa edhe nga zgjedhjet në nivelin komunal që Po është edhe opcioni që vendi të shkoj përsëri në atë, do me thënë të kthehemi përsëri në të njëjtën vorbull, në të njëjtën krizë politike nëse do të kemi rezultate të ngjashme si 9 shkurti. Edhe pse qytetarët e Kosovës në fakt janë surprizues në mënyrën se si votojnë në procese të ndryshme. Ju e dini më mirë se sa unë. Patjetër, unë mendoj që votimi masiv i qytetarëve për Kurtin në votimet e para këtyre, do të thotë me 51%, ishte sepse qytetarët kishin kurajën dhe vendimin për të zgjedhur një shpresë sipas paraqitjes për një proces zhvillimor përtej tranzicionit të stërzgjatur që Kosova kishte hyrë me qeveritë së kaluarës. Por për pas 5 viteve tani më nuk flitet më për bindje dhe shpresë, flitet për matje të rezultateve. Matet me 16 miliard euro të shpenzuara nga qeveria Kurti në formën se si ka shpenzuar dhe me rezultate të matshme të fragmentimit të plot politik të brendshëm, një proces të kontrolluar të legjislativit në brenda Parlamentit Kosovës dhe një sër masash sanksionesh nga ana e Bashkisë Evropiane dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tani, qytetari i Kosovës ditë të mbas është një barometër jashtëzakonisht i saktë e i edukuar, pavarësisht populizmave dhe tentimeve që realisht të konsiderohet si masë dhe jo si votues cilësor. Unë jam i bindur plotësisht që një numër i madh i qytetarëve të Kosovës, edhe këtu edhe në diasporë, kanë marrë në dorën e tyre matësin dhe do të mbajnë matin. Kemi një shpërfaqje të re edhe të krediteve të bërjes shtetit, krijimit të ushtrisë. E pa dje në dëshminë e zotit Clark se kanë dalë informacione të reja për peshën e rënd, vendimet e mëdhaja, veprimet shtetformuese që kanë pas figurat politike përfshirë edhe kryetarin e Aleancës zotin Ramash Haradinaj, edhe në formimin e ushtrisë, kalimin e ligjeve për krijimin e ushtrisë, dhe veprimet jashtëzakonisht të rëndësishme në hedhjen e themelit të shtetit. Tani, janë barazuar edhe çështjet e kredive politike. Kurti mund të matë tani më se sa ka qenë i zot për të avancuar çështjen e njohjeve të reja, që janë zero, të avancimit Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, kundrejt të së kaluarës. Unë i njoh të dy anët, kam qenë zëvendës kryeministër i Kurtit, kam qenë edhe bashkëveprues në transformimin që ka marrë dritën e gjelbër qytetarëve me votë dhe nuk ka ndodhur. Dhe matjen e veprimeve në të kaluarën të partive politike të tjera, nuk duhet të abstrahuar edhe reformimin e mbrëmshëm, edhe të lidhjes demokratike, edhe të Partisë Demokratike dhe paraqitjes ekselente të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në një numër të madh të komunave që ka arritur të mbajë mbi 80.000 vota në nivelin komunal. Dhe kjo mua më jep shpresë që demokracia është gjallë përkundër tentimeve autokratike për të mbyllur gojën e qytetarëve, të shoqërisë civile, të deputetëve të guximshëm e të zëshëm, kundrejt tentimit për kapjen e shtetit nga ana e Kurtit. Kjo do të rezultojë në votime të cilat do e nxjerrin Kosovën nga ky ngërç politik ku është futur tani. Shohim se çfarë do të prodhojnë zgjedhjet e parakohshme. Zoti Abazi, shumë faleminderit për kohën dhe analizën tuaj. Ju faleminderit shumë për mundësinë. Punë të marrë. Ne do zhvendosemi tani nga Kosova, do të flasim për një tjetër proces të rëndësishëm në Maqedoninë e Veriut. Tragjedia e Koçanit i mori jetën më shumë se sa 60 personave, ndërkohë që mbi 34 të akuzuar u ulën sot përpara togave të zeza në një proces gjyqësor.
Filloi sot në gjykatën themelore të Shkupit gjyqi për tragjedinë e Koçanit, ku humbën jetën 63 persona dhe u lënduan mbi 200 të tjerë pas zjarrit që përfshiu klubin e natës Puls 8 muaj më parë në orët e para të mëngjesit të 16 marsit. Ky gjyq pritet të jetë një provë për gjyqësorin dhe besimin në të. Në bankën e të akuzuarve ulen gjithsej 34 njerëz dhe përfaqësues të 3 kompanive të akuzuar, mes tyre janë pronarët e diskotekës, ish-ministrat i ekonomisë Kreshnik Bekteshi dhe Valon Saracini, 3 kryetarë të Bashkisë së Koçanit, Ljupço Papazov, i cili ishte në detyrë në kohën e tragjedisë, si edhe paraardhësit e tij, Nikolço Iljev dhe Ratko Dimitrovski dhe inspektor. Sipas aktakuzës, objekti nuk i plotësonte as kërkesat minimale teknike për kryerjen e aktiviteteve brenda diskotekës, përfshirë as daljet e emergjencës në rast zjarri. Të pandeurit akuzojnë se kanë kontribuar në tragjedi me veprimet e tyre ose se nuk kanë bërë asgjë për ta parandaluar atë. Kjo blen në veçanti për zyrtarët dhe funksionarët. Të gjithë do gjykohen për të njëjtin krim, nxitje të akteve të rënda kundër sigurisë publike. Kjo çështje nuk është vetëm e gjerë dhe komplekse sa i përket numrit të pandeurve dhe viktimave, por edhe sa i përket periudhës kohore që mbulon 13 vitet e fundit. Prokuroria nga ana tjetër do përfaqësohet nga rreth 15 prokurorë, të cilët do alternohen në seanca dëgjimore në varësi të asaj se cili prej tyre ka punuar në pjesë të hetimit. Gjyqi do drejtohet nga gjyqtarja Diana Gruevska Ilievska dhe nga gjykata penale e Shkupit. Sipas vlerësimeve të prokurorisë, në Puls natën fatale kishte mbi 500 njerëz. Thirrja për drejtësi nga prindrit dhe të afërmit e viktimave ka vijuar pa ndalur gjatë gjithë kohës. Çdo të shtunë ata kanë organizuar një marsh për ëngjëjt në rrugët e Koçanit dhe i fundit i 30 me radhë u mbajt në Shkup në 15 nëntor. Ne kemi mbritur kështu në fund të Balkan Update. Unë ju rikujtoj si gjithmonë adresën tonë zyrtare të webit abcnews.al, ku ju mund klikoni aty në çdo kohë dhe të njihni me lajmet më të fundit nga vendi, rajoni e bota, po dhe të na ndiqni përmes valve të radios kudo ku jeni në frekuencën 105 FM. Vjoni qëndroni me ekranin e ABC News. Vetëm pas pak vjen kolegu Nirtan Prifti me Sport Center. Faleminderit për vëmendjen.